Në rrjetet sociale bien si shumë ajo të ta vjen një llagop, domethënë një nickname, Gjoka Construction, Gjoka Construction, Gjoka Construction, çka është thjesht përgjigjja jote e fundit për para se me shku te tema tjetër. Të shumë mediume e kam thënë këtë, po e përsëris. Kisha unë një lidhje me Gjoka Construction, sot dhe isha në qeveri, dhe kisha heshtur, edhe të qëndrojsha dhe kërkojsha që shteti të më mbro, se kam gabu. Unë e kisha guximin, u largova për qeverie dhe nisën me këto muhabete, me këto biseda, me këto trillime. Unë me plot përgjegjësi e kam thënë edhe në mediume Macedona, se ja edhe këtu e the, shteti i ka të gjitha instrumentet dhe institucionet. Shërbimet, policin, çdo gjë. Le të urdhrojnë, le të qenë një lidhje të Arben Taravarit me Gjoka Construction. Mos ja u kujto. Jo, insistoj. Insistoj që le të qenë një lidhshmëri time me Gjoka Construction. Në qoftë se ka, unë du të përgjigjem për atë, dhe me njerë në atë moment jap dorëheqje prej politikës.